Pra duke pasur parasysh që po ta mendojmë Ramazanin si një maraton, si një garë, e cila edhe momenti i startimit është i rëndësishëm, por më rëndësishëm është momenti i përmbylljes i tij. Dhe ashtu siç në një garë kur vrapuesit pra shtojnë ato hapat e tyre, pra përpiqen ta sforcojnë akoma më shumë veten e tyre për të arritur finishin dhe për të arritur atë, domethënë në vend sa më të mirë, ndoshta për dalë edhe kampion, po themi, apo për të zënë një vend të mirë, kështu do mendoj besimtari këto ditë të muajit të madhëshëm të Ramazanit. Ato që kemi bërë janë të rëndësishme, por edhe kjo pjesa përmbyllëse është e rëndësishme, sepse në fund kemi parasysh është një hadith i Profetit alayhis salam ku na thot në lidhje me Ramazanin, me sama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e agjiron Ramazanin me besim dhe shpresë, pra duke shpresuar tek Allahu xhalla shanu për shpërblimin e tij, atëherë i falen të gjitha gjunahet. Dhe kjo duhet të jetë synimi i besimtarit, që duke shfrytzuar këtë 10 ditën e fundit, të arrijë, inshallah shpresojmë të gjithëve që kushdo që ka agjëruar, kushdo që është përpjekur ta shfrytëzojë Ramazanin, të dalim inshallah me gjunahet falura.